bashkë me Kuvendin e Maqedonisë së Veriut me ato akuza edhe për çështje të tjera siç lidhen me një projekt që ishte planifikuar të bëhet për ndërtimin e një garazhe jemekate në Spitalin Shtetëror gjatë kohës kur zoti Taravari ishte ministër i shëndetësisë. Ka patur edhe aty akuza të shumta për korrupsion, për lidhje të dyshimta apo për tentativë që t'i jepej tenderi një kompanie nga Shqipëria dhe për këtë shkak edhe vazhdimisht kjo temë përdoret si argument kundër zotit Taravarit, ndërkohë që bashkëpartiakët e tij kërkuan që kjo gjë mos përdoret si argument apo mos të përdoret si temë politike derisa nuk ka një procedurë gjyqësore, derisa nuk ka një akuzë konkrete në organe gjyqësore që ka bën thirrje që të bëhet nëse ka prova të mjaftueshme ose të mbyllet si temë që të mos përdoret për pikë ditore politike dhe në këtë mënyrë pra në mes tensionesh ka kaluar e gjithë seanca, pse zakonisht i kemi këto akuza të lidhjeve me Shqipërinë dhe Kosovën, domethënë gjithmonë ka akuza kush me kë është apo kush nga kush dirigjohet. Në këtë rast tema e ditës ishte zoti Rama apo ishte edhe zoti Meta dhe e dini domethënë edhe zoti Nikolovski vetë tha që është një mbështetës edhe i partisë së zotit Meta, po edhe i vetë zotit Meta domethënë në aspekt privat domethënë e ka mik dhe për këtë edhe i ka shprehur mbështetje dhe vlerëson se është një i burgosur politik, ndërkohë që nga ana tjetër dëgjuat edhe argumentet e deputetëve shqiptar nga opozita të cilët kërkojnë që të respektohet apo që të mos hyhet në konflikt me Shqipërinë dhe të kërkohet falje për deklaratat të tilla sepse nuk i bëjnë mirë marrëdhënieve mes dy shteteve që janë të shkëlqyera dhe zoti Nikolovski vlerëson se kjo gjë nuk do të ndikojë në mënyrë negative në marrëdhëniet mes dy shteteve dhe po ashtu edhe u përmend korridori 8 apo gjithë atë debat që e kishim tentativën për të treguar nëse ka ose jo devijim të rrugës që do kaloj ose jo nga pjesa shqiptare, respektivisht nga Struga, dhe gjithë ky debat domethënë që ende nuk është konkretizuar për shkak se ende punimet nuk janë deri në atë fazë që mund ndoshta edhe të bëjmë dallimin nëse do bëhet një gjë e tillë apo jo, pavarësisht se kemi patur garanci nga zyrtarët e pushtetit që nuk do të ndodhë një gjë e tillë që Struga nuk do të anashkalohet nga traseja që përfshin korridorin 8 dhe se do gjenden mënyra vetëm për të mos dëmtuar atë pjesë e cila është e mbrojtur nga UNESCO apo që ka alarmuar UNESCO se mund të jetë thjesht mund të jetë pre dëmtimit sepse duhet të jetë në mbrojtje si trashëgimi kulturore. Pra janë debate që kanë përfshirë më shumë tema, po që lidhen në mënyrë direkte me Shqipërinë dhe zakonisht kur ka tema të tilla edhe niveli apo është shumë më i ndjeshëm. Një mënyrë për të hequr vëmendjen nga shumë zhvillime në Maqedoni të Veriut, kemi ligjin për gjuhën shqipe, një debat, protesta studentëve, çmimet e larta e të tjera çështje atje, apo duke qenë se siç tha ministri e ka mik zotin Meta e ngriti ndoshta si një mënyrë për t'i shkuar narrativës së tij edhe në Maqedoni. Besoj që nga pak nga të dyja, por edhe për çështjen e mbështetjes që japin zotit Meta, domethënë është e logjikshme dhe ka ndodhur që prej kohësh më parë dhe është pjesë ndoshta një narrativi paksa më të gjerë që përfshin jo vetëm Maqedoninë e Veriut apo VMRO-DPMN-n e cila e mbështet partinë e tij dhe atë si individ, por edhe më gjerë dhe ky narrativ sigurisht që është i mirë përgatitur dhe ka për qëllim zakonisht ato partitë të cilat janë të afërta me njëra tjetrën ne mbështesin njëra tjetrën dhe në këtë rast edhe VMRO-DPMN-ja apo zoti Nikolovski si së vendës kryeministër ka dhënë mbështetje publike edhe për zotin Meta, po sigurisht që është edhe një mënyrë sepse dihet që Maqedonia e Veriut është shumë e brisht në çështje të ndëretnike apo në çështje që lidhen me shqiptarët në përgjithësi dhe për këtë shkak edhe sigurisht që kjo temë bëhet gjithmonë me pompozitet dhe për këtë shkak edhe përdoret apo aktualizohet për të patur më shumë edhe animozitet, do kisha thënë edhe tek popullsia. E
dini që në Maqedoninë e Veriut ka patur edhe debat për gjuhën, por edhe çështje të tjera shumë të ndjeshme që lidhen edhe me provimin e jurisprudencës për studentët shqiptar dhe është normale që VMRODPM-ja pavarësisht që ka tentuar që të tregoj mbështetje në disa momente apo të amortizoj akuzat ndaj saj si anti-shqiptare, nuk ka arritur që ti mbuloj deklaratat e shumë zyrtarëve të saj, të shumë ministrave, zëvendës ministrave, por edhe drejtorëve do kisha thënë edhe në nivele më të ulta që me veprime apo me deklaratat të tyre kanë treguar një mos tolerancë ndaj shqiptarëve apo edhe në disa raste anti-shqiptarizëm do kisha thënë, dhe për këtë shkak edhe tentohet në një farë mënyre që të arsyetohet se janë e kemi shqiptar që i duam apo se nuk është çështja etnike, po është politike më shumë. Do të thënë luhet në më shumë fronte në këtë rast. Faleminderit Ferikan.